shembulli i kryerjes së një veprimi, transfer. Pasi të keni vendosur kredencialet, do të drejtoheni në faqen si më poshtë, ku do të klikoni hyrje. Tashmë, do t'ju shfaqet mesazhi. Ju lutem, hapni aplikacionin Mobile Sign në pajisjen tuaj për të përfunduar këtë veprim. Në pajisjen tuaj celulare, do të shfaqet njoftimi. Konfirmoni hyrjen në e-banking. Klikoni mbi njoftimin. Pasi të klikoni aprovo, në aplikacion do të hyni në platformën e-banking, ku mund të aksesoni llogaritë tuaja si dhe të kryeni transaksione bankare. Pasi të keni hyrë në platformën e-banking, aksesoni menun Transferta kombëtare dhe vijoni procedurën për të regjistruar transfertën. Në momentin që klikoni përfundo, do të shfaqet faqja që kërkon autorizimin me ProCredit Mobile Sign të transfertës. Në pajisjen tuaj celulare do të shfaqet njoftimi. Keni transaksion në pritje për aprovim. Klikoni mbi njoftimin. Për të autorizuar transaksionin, klikoni aprovo në aplikacion. Pasi keni kryer këto hapa, transferta juaj është regjistruar me sukses.